që kur u pyet profeti alayhis salam nga ëngjëlli Xhebrail që i shpalli i tha: "O Muhammed, akhbirni anil ihsan, o Muhammed, më trego mua çfarë është përsosmëria e besimit." Dhe Muhamedi alayhis salam tha: "An ta'budallaha ka'annaka tara, fa in lam takun tara, fa innahu yarak." Ta adhurosh Allahun sikur ti po e shikon Zotin, por edhe pse nuk e shikon ti Zotin me syrin e kësaj dynjaje, ti je i bindur në syrin e zemrës që ai po të shikon ty në çdo moment të jetës tënde. E kur besimtari ta kultivoj këtë ndjesi në vazhdueshmërinë të jetës së tij çdo ditë dhe çdo ditë më tepër, atëherë kjo do të thotë të arrish grada të larta të besimit, edhe të më pas ta kanalizosh jetën tënde në këtë kontekst, që Zoti po të shikon dhe pastaj shikon që përmirësohet jeta jote, përmirësohet vepra jote, përmirësohet fjalori jot, përmirësohen marrëdhëniet e tua me njerëzit që të rrethojnë dhe bëhesh musliman i vërtet ashtu siç feja e Allahut xhelle shanu na kërkon ne të jemi, dhe lut Allahun lartësuar të na bëjë prej tyre, na përmirësoj, të na fal kusuret.